dorë për prostitucion, janë vajza të reja zakonisht, ka edhe minorene nga ato që janë identifikuar që fillojnë nga mosha 16 vjeç e sipër. Kush janë klientët e tyre? Klientët për ata që ushtrojnë prostitucion, klientët vinë nga shtresat ndryshme shoqërisë. Nuk mund të përcaktojmë një fenomen, një klient të përcaktuar. Jo, se flasit tipologjise, nuk mund të them kush është me emër, si tipologji, kush janë? Quhen protektorët, janë shumë të organizuar. Për te protektorëve. A keni të dhëna sa janë dënuar nga tutorët e këtyre vajzave? Çfarë dënimesh janë dhënë deri tani? Kam përshtypjen që është një fenomen që anashkalohet në përgjithësi dhe nga shoqëria vetë. Dhe nuk ka alarm. Prandaj është momenti Ne pak kemi disa thash, kemi intervista shumë interesante. Një kemi marrë ekskluzive për emisionin për ta parë në mënyrën e mendësinë se si funksionon dhe duket që është i tolerueshëm në përgjithësi nga publiku. Pra konsiderohet një drejtë e vajzës të bëjë çfarë dojë me veten e saj. Pra nuk konsiderohet Shqipëri, absolutisht. Po ti pyesësh? E drejtë për vajzën që e shohin larg, se po ta mendojnë si për vajzën e shtëpisë vet. Po nuk e mendojnë, pra çështja është them si e shohin. Pra, domethënë po ta mendojnë si një gjë që i përket familjes tyre, kjo nuk është një pjesë e familjes shqiptare, nuk është pjesë e mentalitetit tonë, nuk e mendojnë. Biseda të ndryshme deri tash, edhe zona gazetarja foli për raste që policia ka kapur dhe ka dënuar prostituta. Domethënë, në asnjë rast në Shqipëri nuk është dënuar klienti, por është dënuar prostituta. Dhe kemi raste shumë. Dhe janë raste sporadike dhe raste shumë të vogla, ndërsa gjyqi më i madh i shqiptarëve është bërë në Rom në 99 dhe është një ngjarje shumë e madhe sepse janë bërë 99 dënime për shqiptarë dhe është quajtur, ka dalë dhe një libër, Sklavet e Perëndimit, janë raste të jetuara, gjithë emrat, gjithë personazhet. Janë personazhe real, 99 biznesmen që quheshin, që prostituonin dhe organizonin trafikimin e vajzave nga Shqipëria në Itali. Pra ishin organizatorët? Ishin kokat e organizatorët, sepse... Pra ju folet për shfrytëzuesit, po klientët dënohen në bazë të ligjit? Në bazë të ligjit dënohen dhe klientët. Është dënuar diku?